E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet më të fundit që ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Ju tashmë e dini që natën e mbrëmshme ka nisur një debat i zjarrt mes Rogertit edhe Stenaldos. Stenaldo dhe Rogerti çuditërisht kanë qenë në qendër të vëmendjes për një debat që ka nisur realisht nga ana e Rogertit. Do me thënë, ka 3 ditë që Stenaldo merret me Rogertin, Rogerti merret me Stenaldon. Mendoj që Rogerti e shikon si banor të fortë, i trëmbet lojës së Stenaldo, sepse Stenaldo është i vetmi banor që mua më duhet ta pranoj me zë, që nuk luan me ofendime, që nuk luan me poshtërime, por luan me zgjuarsi, luan me inteligjencë. Por tani, si çdo njeri, normal edhe Stenaldo ka një pikë. Derisa ti do ta provokosh për qindra mijëra herë, duke i gjuajtur fjalë të ndryshme, me patjetër që edhe ai ti do të provokon. Por provokimi nuk duhet i Stenaldos të jetë në atë formë. Tani si qëndron e gjithë ngjarja dhe si qëndron e gjithë dinamika. Rogerti u mundua që Stenaldon ta prekë në pikën më të dobët, përfshirë në historinë që Stenaldo ka treguar brenda shtëpisë. Tani sa e ulët për një burr 40 vjeç, siç është Rogerti, të thuhen fjalë që ndërlidhen me jetën e kaluar të Stenaldos, me imazhin dhe figurën e babait të tij. Do me thënë, duke e përmendur babain dhe vetëm babain. Stenaldo ka treguar që me të jatin nuk ka patur fatin të jeton, ai e ka humbur të jatin, nuk e ka njohur, po thuajse fare, do me thënë se ka njohur, dhe është e turpshme që një burr siç është Rogerti, 40 vjeç, të përmend non-stop babën në shtëpi për të asocuar dhe për të krijuar në fakt një dhimbje tek Stenaldo kundërdrejt imazhit që Stenaldo nuk e ka parë. Unë e di shumë bukur se si do të arsyeton Rogerti këtë gjë. Rogerti do të thotë që unë e thash që unë jam baba në këtë shtëpi dhe unë vendos, por Rogerti këtë babën e kishte në konotacion tjetër, sepse Rogerti është një karakter që dëshiron, do me thënë, t'i prek banorët aty ku u dhëm më shumë, si qëllimi i tij është i nxjerrë nga loja, do me thënë ai mund të prek në të gjitha gjërat shpirtërore, emocionale, fizike të banorëve, vetëm e vetëm që Rogerti të arrijë qëllimin e tij. Dhe në këtë pikë, do me thënë, Stenaldo doli nga vetja në natën e mbrëmshme, që Rogerti filloi më edhe ta gjuan, do me thënë filloi edhe ta rre Stenaldon, duke mbrojtur të gjithë banorët e tjerë dhe normalisht i vetmi banor që në fakt i doli në mbrojtje në këtë pikë të lojës së Stenaldos ishte Mateo. Dhe Mateo më pas pati një konflikt të madh me Rogertin. Unë nuk e kuptoj pse Rogerti pati këtë ndryshimin rrënjësor, do me thënë deri para 3 ditësh ishte shumë i qetë, ishte shumë i lumtur që Juela kishte përzgjedhur Gretën, Selin, Gimbo në kutinë e Pandorës, por siç duket që në momentin që erdhi zarfi i zi, Rogertit ju prishën matematikat e lojës dhe nxori një karakter që në të vërtetë është karakter irritues.